Të nderuar teleshikues, ndoqëm drejt për drejt deklaratën zyrtare të kryeministit shqiptar Edi Rama lidhur me mosazgjësimin e armëve kimike siriane në vendin tonë. Lidhur me këtë deklaratë, ne kemi të ftuar në studion e Albanian Screen dhe analistin Skënder Mingjozi. Mirë se erdhët, zoti Mingjozi. Atëherë, si e komentoni deklaratën e kryeministrit Edi Rama? Në fakt tingëlloi pak dhe erdhi paksa e indinjuar, më tepër për të nënkuptuar dhe për të eliminuar ato dyshime të keqkuptimeve të protestave civile, apo një indinjat për mos aprovimin, si erdhi ke ju dhe si e komentoni? Ishte një deklaratë për shtyp e cila ishte shumë e pritur, pra kishte një pritshmëri të jashtëzakonshme. Ishte një deklaratë e cila duke nisur që nga dita e djeshme qarkullonte në gjithë opinionin publik. Ishte pritur gjithashtu edhe përgjigja që do të mbante brenda kjo deklaratë shtypi, e cila ashtu siç e deklaroi kryeministri më parë është komunikuar partnerëve përkatësisht edhe bashkuarat që ishin partneri kryesor në këtë ofertë, në këtë sfidë, dhe tani sapo u bë ditur edhe vetë shqiptarëve. Për sa i përket fjalës së Ramës, fjala e Ramës duke qenë zyrtare tingëlloi më duke qenë se vinte në rrethanat për të cilat sapo folëm, pra me një pritshmëri të jashtëzakonshme, me disa mijëra njerëz jashtë dritarëve të zyrës tim, me një val protestash që për shumë kënd po besoj për Edi Ramën të parin ishte e papritur në këto ditë dhe në këto orë, të paktën në këto përmasa. Pra në kushte të tilla, në rrethana të tilla, fjala e Ramës nuk mund të mos ishte ashtu siç ajo që e pra një fjalë ashpër, siç ju e thatë me drejt, akuzatore, një fjalë e cila u mundua që në harkun e pak faqeve ose paragrafëve të jap disa sqarime për një proces i cili ka qenë tërësisht i mbyllur dhe që për mendimin tim është shkaku kryesor sepse ne erdhëm deri këtu sot dhe kryeministri e di mirë këtë. Gjithashtu një fjalë e mbarsur me emocion dhe me keqardhje. Pra ka qenë një përzierje mesazhesh, por edhe përjetimesh e Edi Ramës, e cili duhet të besoj të bijem dakord që në këto ditë ka qenë në një presion jashtëzakonisht të madh. Protestave civile, të zërit civil. Njerëzor, politik, publik, por edhe ndërkombëtar, sepse në këtë histori zyra e Edi Ramës dhe veta i personalisht si kryeministër kanë qenë pika e thyrjes së disa presioneve, jo vetëm të një presioni. Pra nuk mendoni se ka qenë vetëm zëri protestave civile që detyroi qeverinë të marrë vendim? Natyrisht jo, ne duhet ta imagjinojmë dhe mbrëm patëm një provë nga ambasadori amerikan, që edhe presioni i amerikanëve për ta çuar, si thua, pozitivisht deri në fund këtë proces të shkatrimit të armëve kimike ka qenë gjithashtu shumë i fortë. Edhe partnerët tjerë të futur në lojë, por edhe shtetet interesuara. Afera e luftës sotme në Siri është një nga temat më të mëdha ndërkombëtare që konsumon sot bota. Dhe Shqipëria, një vend i vogël, i varfër, siç dihet, e sheh papritmas veten në një skakier, në një format i cili nuk është i saj, sepse ne jemi një vend i vogël, nuk kemi rol, sidomos në lindjen e mesme nuk kemi pasur ndonjëherë ndonjë impakt. Nuk kemi shumë larg gjeografikisht, por natyrisht duke qenë një shtet i vogël i Ballkanit, nuk kemi pasur, si thua, asnjëherë ndonjë rol të caktuar në konsumimin e luftrave dhe konflikteve përgjithshme nëpër të cilat ka kaluar lindja e mesme këto 10 vjeçare. Tani papritmas pra ne shohim që për shkak të një kombinacioni të çuditshëm rrethanash, shtetet mëdha dhe më së pari Shtetet e Bashkuara ofrojnë që Shqipëria të zbërthejë armë kimike. Dhe këtu fillon dhe roli ynë si një vend i cili potencialisht mund të priste armë kimike. Tani mund të priste teknikisht, vetëm për atë që ka demontuar. Unë thjesht po mundohem të bëj një kronologji të shkurtër të asaj që mund të ndodhur, sepse ne ka disa gjëra që nuk do t'i marrin vesh asnjëherë në këtë histori. Dhe realisht mua për këtë më vjen keq, qoftë edhe si gazetar, do të isha edhe kurioz edhe si njeri të dija vërtet kush na zgjodhi, pse na zgjodhi, çfarë ofroi, çfarë do të kishte ndodhur nëse Edi Rama dhe njerëzit pranë tij do të arrinin të shpjegonin dhe eventualisht të shfrynin dhe frikën kolektive që u mbars dhe u zmadhua në ditët e fundit. Pra,
ne nuk do të dim për shkak se jeta është një grumbull rrethana shpesh fatale dhe të pakthyeshme, ne nuk do të dim se cili do të kishte qenë fati i këtij operacioni nëse do të kishte një rrjedhë të ndryshme ngjarjesh, nëse qeveria shqiptare do të ishte më e hapur. Dhe besoj se pika e dobët e fjalimit Ramës, cilën ai nuk mund ta justifikojë në asnjë lloj forme, megjithse Rama është një artikulues mjaft i rafinuar i mendimit dhe di edhe ta interpretoj, jo vetëm ta artikuloj, po edhe ta interpretoj atë që thot, dhe unë besoj se në pikpamje, pa ironi e them, edhe artistike ai që në lartësinë e detyrës sot, edhe me mënyrën se si e kuptoi fjalën e tij, por pika e asaj që ai e quajti ironikisht transparenca në thonjza, unë besoj se është pa thonjza fare. Pra, gjithë kjo histori ka një element mungese transparence të rëndë, mjaftër të qeverisë. Qeveria do të kishte reaguar më përpara? Natyrisht, sepse nëse Rama sot ndihet keq, ti thotë jo Shtetet Bashkuara në presionin e sheshit të protestuesve, nëse ai ka vrojtuar javët e fundit në mënyrë pasive dhe pa reaguar, se si personat ndryshëm shpesh kanë folur, besoj nuk e egzagjeroj, edhe broçkulla për punët e armëve kimike, cilat janë një gjë shumë teknike dhe shumë e ndërlikuar. Këto javë Rama ka parë gjithashtu edhe se si politika e ka deformuar më pas. Një pyetje drejt për drejt, është politizuar kjo gjë? Dhe ja, do të vi aty. Dhe në kushtet kur pra shihte për javë të tëra se si para ti, në publik, në televizion, në sheshe, historia e armëve kimike shpesh deformohej dhe paraqiteshin aspektet pa qëna, të cilat ai realisht ndofta nuk po i negocionte. Oferta që ai si kishte marrë. Rreziqe potenciale që nuk do të ekzistonin nëse vërtet do të vinin armët kimike. Por në kushtet kur ai e la të barsej gjithë ky grumbull, hipotezash, akuzash, frikrash, të tëra këto bashk, pa ndërhyrë vetë dhe pa bërë, si të thuash, transparencën, pa folur qartë se çfarë po ndodh, atëherë ai i la podiumin edhe manipulimit, për ta shfrytzuar, edhe spontanitetit, edhe pasaktësisë, edhe frikës dhe si të thuash asaj hipnoze kolektive e cila u zmadhua, u hap si një njollë vaj, po themi, dhe që kapi dhe qytetet tjera të Shqipërisë, dhe sërish nuk ndërhyri. Rama sot është shumë vonë që të na sqarojë në të njëjtën ditë që na komunikon vendimin negativ, të na sqarojë edhe për vetë operacionin ose ofertën që mori nga Shtetet Bashkuara. Unë besoj se këto dy momente përbëjnë pikën e dobët të Ramës përballë publikut. Ponesa dhe mungesa e transparencës. Mungesa e transparencës, solli është një shkaktar direkt, mendoj unë, bashkë me shumë element tjerë që ai vurin duke, manipulimit, lojës politike, hipnozës, turmave etj. Por mungesa e transparencës besoj është themeli i problemit që ka sot Rama, dhe për fat keq këtë problem mund ta zgjidhte vetëm ai, por nuk e zgjidhi. Domethënë, kjo është, unë shoh që ky është një gabim i madh i Ramës, që nuk u tha shqiptarëve, qysh në kryet herës që armët kimike do të vinë në këto kushte, në këto parametra, nuk do të vinë, siç e tha me drejt, predha, por do të vinë lëndë kimike. Tani unë po hyn detaje, por realisht duhesh i shpjeguar, sepse ky ishte një operacion detajesh dhe si thua dhe reagimi i publikut do të ishte shumë i qetë, do të ishte shumë më konform realitetit dhe të vërtetës, se sa po ta lije të barsej me këto frikrat me të cilat e ngarkonin militantët e ambientalizmit, të përfaqësues të politikës, pra shumë faktor që hyn loj, mediat gjithashtu, sepse ai u atakua shumë me një pjesë media. Pra, unë besoj që problemi i shkatrimit të armëve kimike të Sirisë, përdorimi politik siç e përmendët me drejtë, dhe gjitha pasojat e tjera që erdhën më vonë. Pra, shohim sot një Shqipëri që është në shesh. E gjitha kjo ka një zanafill, dhe kjo zanafill për fat keq është mosbërja në kohën e dur të transparencës së gjithçkaje, ose të gjithçkaje që mund të lejohej të thuhej, sepse realisht mes partnerësh ushtarak siç është sot Shqipëria dhe Amerika, në kushtet e një operacioni delikat siç është evadimi i armëve të Asadit nga trulli sirian për t'i çuar diku tjetër, ka shumë element që mbeten dhe do të jenë konfidencial,
por duke i qëndruar konfidencialitetet dhe duke i qëndruar rregullat të lojës në negociatat me perëndimorët, ti mund dhe duhet jesh si qeveri e këtij shteti minimalisht transparente me qytetarët e tu. Kjo nuk u bë fare. Dhe fatkeqësisht unë mendoj që ky është një nga shkaqet. Ka ndikuar ky vendim i qeverisë lidhur me marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet aleate të NATO-s. Unë doja të specifikoja dhe të ndalesha tek deklarata e Sajmir Tahirit, ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, i cili është shprehur se kjo protestë na mësoi shumë. Çfarë ka dashur të nënkuptoj lidhur me këtë koment që po bënim dhe me vonesën e transparencës? Çfarë ka dashur të nënkuptoj ministri i Brendshëm me këtë deklaratë? Nuk është vetëm zoti Tahiri. Nëse ju përmendni me drejt ministrin e Brendshëm, zoti Dokle për shembull, një nga deputetët më të vjetër Partia Socialiste, ai shkon dhe më larg. Thotë duhet nxjerrim sim 3 veta. Dhe natyrisht që atakon Sali Berishën, ka dhe një këshill për Arvizun, por të parin person që vendos në listën e personave që duhet nxjerrim sime nga kjo është Edi Rama. Dhe ai thotë diçka e cila është edhe më e rëndë se sa komenti i Tahirit. Ai thotë që një kryeministër sado votat këtë marrë, po e perifrazoj, nuk duhet marrë vendime për popullin e tij pa pyetur popullin e tij. Domethënë është edhe një lloj akuze të tërthort që po merri një vendim pa u pyetur popullin. Dhe kjo është si thua, ky është një konstatim i rënd. Unë nuk e di dhe prandaj po i rikthehem edhe një herë, nuk e di nëse po merri një vendim pas shpinës tonë. Nuk e di cilat do të ishin termat e këtij vendimi. Nuk e di dhe unë dhe shqiptarët e tjerë, po flas si qytetar këtij vendi. Nuk e di cilat do të ishin pikat konkrete të ofertës amerikane për armët.